Shenja e katërt me radhë është ajo e dashurisë ndaj sevapit, ndaj imanit, ndaj të durës dhe e urrejtjes ndaj gjunahut, ndaj të keqes, ndaj krimit, ndaj mohimit. Nuk plotësohet besimi i besimtarit derisa nuk e do të mirën edhe nuk e urren të keqen. Derisa nuk e do sevapin e nuk e urren haramin. Derisa nuk e do veprën e duhur e nuk e urren krimin. S'mundet mu plotësu besimi. Dhe rrjedhimisht s'mujmë me fitu dashurinë e Allahut ndaj nesh. Është e pamundur. Allahu çfarë thon në Kur'an? Ja ejuha alladhina amanu men yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. O ju besimtar, nëse dikush e braktis fenë e Allahut, e lëshon fenë, sikur se disa që përshojnë fenë për diçka shumë të vogël të jetës kësaj bote, e që realisht as pak nuk e dëmton as islamin, as musliman, e dëmton vetveten. Allahu thot, nëse ju bashkë e keni nda mendjen edhe hiç doni mu bë musliman be, krejt doni mu bë jo musliman. Doni me braktis fenë e Allahut. Apo mendoni që ju e dëmtoni Allahun diçka? Apo mendoni që e dëmtoni fenë e Allahut? Jo, absolutisht. Allahu sjell popull tjetër që edhe i do, edhe e duan Zotin. E tash i shpërfaq Allahu cilësitë e këtyre që Allahu i do. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Adhillatin 'alal mu'minin, të cilët janë modest, thjesht përballë besimtarëve, janë të mëshirshëm, janë të këndshëm, janë paqësor, janë të dashur ndaj besimtarëve, janë thjesht, ai mund të pas miliardat, por ec me këmbë tokë. Se ai din shumë mirë që as mund mi arrit lartësitë e qiellit e as thellësisë e tokës. As me pasuri, as me pushtet, as me asgjë. Pastaj thot: "Izzatin 'alal kafirin", përballë jo muslimanëve janë krenar. Yujahiduna fi sabilillah, ata luftojnë rrugt të Allahut. Wa la yakhafuna lawmata la'im, edhe si friksohen askuj përpos madhërisë së Allahut. Dhalika fadlullah yu'tihi man yasha. Kjo është një mirësi, një vlerë që Allah jep vetëm atij që do. I zgjedh Allahu këta zemra, sikur se i ka zgjedh zemrat e vëllezërve dhe motrave tona në Palestinë, të cilët po durojnë si askush tjetër në histori. Madje po durojnë sikur se Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam me sahabët e tij. Çato që i ka përshkruar Allahu në këtë ajet, ata i kanë. Janë modest me muslimanët, krenar përballë jo muslimanëve. Luftojnë rrugt Allahut edhe si friksohen askuj. Krejt fuqit botnore janë bërë kundër tyne aty as syni në këtë rëmët. Që kjo është ajo që Allah e përmend, e që ta janë për dashurve të Allahut, të cilët nuk e dojnë Allahun veç kur kanë, por edhe kur s'kanë.